Fenomeni shkodran Luis Eli ka surprizuar ndjekësit e tij me videon që ka ndarë me ta. Ai është shfaqur duke i bërë serenat pa pritur një personi që gjendej në një dritare. Në videon e publikuar, shkodrani i zemrës po i këndon një këngë poshtë dritares një djali i cili shfaqet shumë i buzëqeshur dhe po kënaqet pafund me performancën e fenomenit shkodran dhe gjithë situatën e krijuar. Duket se Luisi ka rrëmbyer vëmendjen edhe me këtë video, e cila po qarkullon kudo nëpër rrjetet sociale dhe ka pushtuar median. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar pasi e kanë parë videon e publikuar nga fenomeni shkodran Luis Eli dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tij ku e pyesin se kush është djali në dritare dhe mës. Shumëti shprehen se janë kënaqur nga mini performanca e tij tejet emocionuese dhe e bukur. Gjesti i papritur ka bërë që shumë ndjekës ta komentojnë me entuziazëm, duke e cilësuar si një nga momentet më argëtuese të fenomenit shkodran Luis Eli. Djali në dritare, i cili ende nuk dihet se kush është, duket i mahnitur nga performanca e papritur dhe nuk mund të ndalë të qeshurat, duke e bërë skenën edhe më argëtuese. Kjo video është bërë jashtëzakonisht virale dhe po komentohet pafund në rrjet. Videoja ka marrë mira pëlqime dhe komente brenda pak orësh, me ndjekësit që nuk i kanë kursyer fjalët e mira për shkodranin e zemrës. Ky moment i veçantë tregon edhe një herë natyrën spontane dhe të dashur të shkodranit të zemrës Luis Eli, i cili vazhdon të befasojë publikun me veprimet e tij të adhurueshme dhe të sjellë buzëqeshje në mënyrat më të papritura. Me siguri të gjithë dashamirësit e tij nuk po ngopen se e pari këtë video dhe këtë moment. Fenomeni shkodran Luis Eli si gjithmonë di se si të argëtoj publikun që e ndjek me shumë dashuri dhe me shumë kënaqësi. Ky moment ka ngjallur reagime të shumta dhe duket se nuk po ndalen së komentuari. Shkodrani i zemrës ka një mënyrë shumë të veçantë për të transmetuar shumë buzëqeshje dhe emocione ndërmjet zërit të tij të mrekullueshëm.